Ciklin e trajnimeve për administratën tatimore atë doganore, kryeministri Rama e cilësoi një kurs kundër analfabetizmit fiskal. Çdo inspektor tatimor doganor të mos jetë analfabet fiskal, po të jetë në gjendje të kuptoj, të gjykoj dhe të zgjidh brenda parimësisë kushtetuese dhe ligjore problemet e një sipërmarrësi. Të jetë në gjendje të mishëroj sigurinë e marrëdhënieve mes sipërmarrësit dhe shtetit. Synimi sipas kryeministrit është krijimi i një kulture perëndimore ku sipërmarrësit respektohet si krijues i mirëqenies. Kultura e respektit për çdo sipërmarrës si krijues i mirëqenies. I mirëqenies jo vetëm për vete, po dhe për shumë tjerë. I kulturës së respektit për çdo kënd që është i Zoti të bëj para me nismën e tij të lirë, që është i Zoti që përmes marrjes në sy të rrezikut të krijojë vende të reja pune dhe të paguajë më shumë nga xhepi i tij që shoqëria të ketë më shumë në xhepin e saj. Për këtë Rama kritikoi edhe median, të cilës i kërkoi të drejtojë projektorët e saj drejt shembujve të suksesit. Kush e di prej sa vitesh nuk shohim një sipërmarrës vetëm në një kopertinë. Nuk shohim një sipërmarrës vetëm në një emision televiziv apo radiofonik. Nuk shohim një ngjarje vetme ku sipërmarrësi të shihet dhe të paraqitet përpara shoqërisë si shembull i suksesit. Përkundrazi, çdo sipërmarrës i ikën si djalli i Temjanit dritës skenës. Kryeministri njoftoi se doganierët dhe tatimorët janë vetëm të parët që do t'i nënshtrohen kurseve, ata do të ndiqen më pas nga e gjithë pjesa tjetër e administratës shtetërore.